Shkolla e mesme profesionale Beqirçela në Durrës hapi dyert për nxënësit e shkollave nëntëvjeçare për të njohur ata nga afër me laboratorët dhe ambientet e saj, ku aktualisht mësojnë mbi 1200 gjimnazistë. Orientimi të rinjve drejt arsimit profesional mund të shërbejë si një garanci më shumë për të përvetësuar një profesion mjaft të kërkuar në tregun e punës. Si çdo vit është bërë traditë tashmë në shkollën profesionale Beqirçela, ne organizojmë ditën e hapur, por jo si një ditë thjesht ditë e hapur për të ftuar nxënësit e klasave të nënta për të vizituar shkollën, por jo vetëm nxënësit dhe prindërit e të afërmit e tyre, por si një ditë ku ne paraqesim dhe projektet e bëra nga nxënësit e shkollës tonë, si dhe laboratorët e reja tashmë të shkollës në kushte shumë të mira dhe të cilat janë gati të mirëpresin këta nxënës për të marrë profesionin dhe për të qenë këta specialistët dhe profesionistët e së ardhmes. Nxënësit e vlerësuan shkollën dhe degët që kanë zgjedhur. Edhe kemi realizuar këtë projektin që është të bërë me tuba hidraulike të riciklueshme. Edhe kjo ka qëllimin e shëtërvame. Tu kemi shfrytzuar energjinë diellore për të dhënë në punë radion dhe ndriçimin paraprakisht. Zgjodha arsimin profesional për shkak se gjyqi dhe babi janë për elektrike dhe unë kam si thosh qejf që ta vazhdoj. Me 5 degët që ofron shkolla përgatit gjatë viteve të shkollimit dhe praktikave profesionale në biznese, zanatçinë e së ardhmes.